Bismillahirrahmanirrahim. Kemi arritur me mirësinë e Allahut tek mësimi i 17 tek lidhja e fjalëve. Këtë lidhje me këtë shenjë mbi që kemi kur shfaqet kjo shenjë, pra kjo shenjë, kur shfaqet kjo shenjë ndërmjet 2, 3, 4 apo 5 fjalëve, nën kupton se të gjitha ato duhet të lidhen sikur të jenë një fjalë e vetme. Pra, ja bën fjala lidhjen e fjalëve. Nëse lami vjen pas kësaj shenje, pas sukun, atëherë nuk lexohet, por të kalohet duke përfaqësuar gjithmonë shkronjën vijuese me të shdid. Ndërsa, kur vjen me sukun el, atëherë patjetër duhet lexuar sikurse edhe shkronjat tjera. Shkronjat tek të cilat lexohet lami quhen el-huruf el-kamerije, kurse ato tek të cilat nuk lexohet quhet lami el-huruf e-shamsije. Ndodh ndonjëherë që pas kësaj shenje, kësaj pra, të vinë ndonjë shkronjë tjetër pas lamit. Këtu kemi tabelat të cilat ta lexojmë me kuptuar që i dua me lani. Shikoni shigjetën. Yawmiddin. Pra, si që të kema lartë, dhe kur el bie pa asnjë shenjë dhe pastaj bie të shkon me shede, atëherë nga fjala e parë tek e dyta kalon direkt tek shedeja. Yawmiddin. Husnul thawabi. Pra, nuk e lexojmë husnul, nuk e shqiptu lamit, sepse në këtë rast lami nuk lexohet për shkak të shkronjës me shede që ka pas vetes. Minas samai, minal jinnati, bil haqqi. Pra, këtu në ka ardhur lami me sukun dhe e shqiptojmë lamin bil haqqi. Qudiya al-amru. Pra, në momentin kur na vjen lami me sukun, pas lamit nuk na vjen shkronjë me shede. Dhe kur lami nuk ka sukun, pas vetes vjen shkronja me shede. Pastaj fillon Bejna al-mar'i lakumud daru lejlatul qadri rabbil alamina bil hadli amwalan nasi bi ashabil fili muqima salati. Pra, shihni muqima salati, kalojmë direkt nga mimi tek shkronja me shede tek sadi, duke mos e lexuar fare lamin. Ainal yaqini. E shihni lamin këtu pas sukun, pas vetes e ka shedën, shkronjë me shede. Ndërsa këtu e kemi lamin me sukun dhe pas vetes shkronja nuk ka shede. Edhe e lexojmë lamin. Ainal yaqini, pra duke shqiptuar lamin. Rihlata shitai liman ittaqa nasrul mu'minina. Shpresoj që kjo kam ju ndihmu edhe më shumë në lidhjen e fjalëve për arsye se jemi duke jetur nga fundi i librit dhe së shpejti do vim në leximin e Kur'anit. Deri nesër në orën e ardhshme, ju lëra amanet tek Allahu subhanakallahumma bihamdik wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.